Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 50% e tarifave doganore në Maqedoninë e Veriut do të harmonizohen në tarifën doganore europiane duke filluar nga 1 korriku i këtij vitit, ndërsa pjesa tjetër nga 1 janari vitit të ardhshëm. Sipas kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Histra Mickoski, ndryshimet në ligjin doganor do të ofrojnë prodhuesve një mundësi për të rritur prodhimin e tyre duke rezultuar në eksporte më të mëdha dhe të ardhura më të mëdha për kompanitë. Ai vuri në dukje se këto ndryshime harmonizojnë edhe tarifën doganore për të ashtu quajturën akumulatorët e energjisë elektrike nga 15% që është aktualisht në 2.5 ose 2.7%. Kjo pritet të lehtësojë dhe instalimin e të tilla pajisjeve. Procedura për emërimin e ministrave të rinj në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut duhet të përfundojë javën e ardhshme. Kryeministri njoftoi se në gjysmën e parë të korrikut do të dihet kandidati për kryetari i qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Histra Mickoski kishte edhe një koment për Erben Taravaren. Ai vetë tregoi mjaftueshëm për veten e tij. Gjithçka do të them është e tepërt, mendos ai në vetvete është një zhgënjim i madh, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Mickoski. Rajoni dështonte tentativa 25 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, përpjekja e lëvizjeve vendosje për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë sërish nuk funksionoi. Kryesuesi i seancës Avni Deari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Seanca do të vazhdojë më 4 qershor. Rriten remitancat në Kosovë. Sipas të dhënave të ofruara nga Banka Qendrore e Kosovës në muajt e parë 2025, ka një rritje prej rreth 3.65% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Remitancat për muajin prill 2025 arritën në 111.66 milion euro, duke çuar totalin e 4 mujorit të parë 402.93 milion euro. Deri në fund të marsit të këtij viti vlera e përgjithshme e remitancave arriti në 291 milion euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një ditë përpara provimit të parë të maturës shtetërore, Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasteliu publikoi rregullat që duhet të ketë në konsiderat çdo maturant gjatë testimeve të maturës shtetërore. Gjua e huaj është provimi i parë i maturës. Prej maturantëve kërkohet paraqiten në ambientet e shkollës në orën 8:30. Provimi nis në orën 10 dhe përfundon në 12:30. Me vete maturantët duhet të kenë një mjet identifikimi, 2 stylolapsa vizore të vogël dhe makinë llogaritse të thjeshtë. Krahas asaj kërkohet që veshja të jetë me uniformën e shkollës. Në mungesë të saj duhet të kenë bluzë dhe xhinse si dhe një shishe me ujë. Ndalojnë rreptësisht telefonat dhe orët smart. Sali Berisha paraqitet në SPAK në zbatim të masës detyrime paraqitje. Në dalje nga zyra e prokurorisë speciale, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kreun e SPAK Altin Dumani. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, karteli Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Sipas Berishës, kjo zyrë do të shpallet seksioni i kartelit Troplini, më të fuqishëm të drogës në Europë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.